Avokat kryeministri Rama deklaroi pas arrestimit të Erion Veliet se Spaku ka ngel vetëm pasi amerikanët kanë ikur nga Spaku, por ndërkohë vetëm pak ditë më përpara u bë me dije që agent të FBI-s dhe hetuesit e amerikan kanë ardhur tashmë në Spak. Edi Rama ka 3 legislatura që vetëm gënjen, vetëm mashtron, vetëm dezinformon. Ai se ka për gjë. Edi Rama po ta pështysh, thot nuk është pështy mbi e shi. Sepse gënjeu në mënyrë më të pa skrupull dhe për oficerët e FBI-s amerikane, që për një kohë të shkurtër presidenti amerikan i ndërpreu financimet e këtyre organizatave të ndryshme në përbot që i financonte George Sorosi për interesat të tij personale dhe për përhapjen për të nënshtruar botën të majtës. Që e majtë do të thot diktatur, e majtë do të thot dhunë, e majtë do të thot fatkeqësi, e majtë do të thot shpronësim, hajdutlëk, i ka të tëra e majta. Dhe po të vinire të majtë vend të këta njerëzit që s'ka ku t'i zërqeni dhe shpresojnë dhe bëhen të pasur në përmjet pushtetit. Shqiptarët e besuan. E besuan se gënjeshtra që aq e madhe sa duhet ta besonin. Mirë po, unë nëse ju kujtohet në intervistat e kaluara që kemi bërë, ju kam thënë juve në mënyrë të përsëritur, që Byra Kombëtare e Hetimit dhe Spaku janë krijesa amerikane, nuk janë krijese Fatmir Xhafës, e këtij mashtruesit që vjen çdo ditë këtu edhe hap një zyrë që kanë aty në krah majt tonin. Duke thënë që e ka bërë ai Spakun dhe Byrën Kombëtare të Hetimit. Asgjë s'kanë bërë. Dhe ai Noc Rroku, kryeministri, se është i gjithë kryeministri ishte Noc Rrok. Gënjeu dhe tha që e kam bërë unë. Tani ai se ka për gjë të lëpijë atë që ka pështyr. Po si s'ke turp more njeri? Po qa burr shteti je ti more Edi Rama? Po qa mashkull je ti more se si burr shteti si jeti? Thjesht je një mashkull. Je një mashkull pa vitamina, e diti se ku ti thot populli mashkull pa vitamina. Je një Noc Rrok, që vetëm gënjen, vetëm mashtron, dhe sepse e di mirë ti se shtë pret. Ti e di mirë që të pret arrestimi. Ti e di mirë që deri në datën 15 këtu në Shqipëri do përfundojnë arrestimet. Do apo s'do ti, duan apo s'duan ata, ajo klika jote, ajo piramida jote e pështir, e fëlliqur që quhet Parti Socialiste. Turp të vi atyre. Nuk është Shqipëria ajo që pretendon ti dhe, nuk janë shqiptarët ashtu si që konsideron ti Noc Rroku Rama. Shqiptarët do të ta tregojnë vendin. Tani ka ardhur Amerika në Shqipëri, zotëri. O Rama, ka ikur koha jote. Do ikësh bashkë me atë tjetrin. Me atë kufomën politike, 82 vjeça e akoma vazhdon edhe i mban njerëzit me gënjeshtra. Dhe ju e treguat vetëm që jeni parti e punës vetëm me marrëveshjen e 2008-s. Do të thënë garantoni me ligj. Ju kërkoni të bëni dhe i keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve zgjedhjet më diktatoriale, më të pandershme në Shqipëri, duke i imponuar shqiptarëve listat tuaja, listat e vagabondëve dhe të vagabondeve tuaja që mbani rreth rrotull. Ato ke mbështet marrë rreth vetes. Edhe kushdo që të vjen, nuk të vjen se respekton ty. Nuk të vjen se je ti burr i mirë dhe je një udhëheqës që ke vlera. Kushdo që vjen atje vjen për të siguruar një copë bukë, se këtu jemi ka ta ndisur neve dhe themi pastaj pse na mbajti Turqia 500 vjet. Ja mo ju partia jote janë pasardhës të Turqisë, që vinë edhe lëpin dorën tënde për një rrogë. Turp të vi. Turp të gjithë partisë ta shikojtur Parti Socialiste. Po kështu dhe këtyre të Partisë Demokratike, që pa pikë sedre dhe inati i vjen pas Sali Berishës duke e parë qartësisht që ai me primaret i mashtroi. Ore i mashtroi më Shqip dhe ai se ka për gjë të mashtroi. Ai ishte mashtruesim ordiner. Avokat, ju mendoni që Spaku tashmë me mbështetjen edhe të amerikanëve që u rikthyen do ketë goditje të fuqishme? Kam besim absolut për këtë punë.
Kush e ka radhën? Në një radhën e din vetë ata, si i kanë ata dokumentat në duar, si kam unë, po, se ju gjithë një kërkoni nga unë emra dhe radhë, po nuk i kam unë ato. Unë di politikën dhe praktikën që ndiqet. Pastaj detajet i din vetë ata dhe nuk mi thonë mua. As mua, as juve, as kujt. Vetëm kur t'i shikojmë bap, tak dëgjuam shpejt i lajme, u arrestua X-i, u arrestua Y-i. Unë ato i pres. Unë e di që ata që janë vënë, që kanë vjedhur në këtë vend, ata që kanë grabitur në këtë vend, ata që kanë mashtruar dhe kanë terrorizuar shqiptarët sa i bën tikin në sytë këmbët, ata do vend të tërë në burg. Dhe Gjadri dhe ai burgu i Shkodrës Reçi janë bërë kastile për këta, do vend atje në burg të tërë këta. Se janë hajdut, janë kriminel, kanë vrarë dhe kanë vjedhur. Avokat, disa zëra të Partisë Demokratike kanë aluduar që kryeministri Rama po lobon të fuqishëm që të takoj zyrtar të lartë amerikan, përfshi këtu dhe presidenti Donald Trump. Dhe në këmbim të kësaj, ata thonë që ai po premton që do marrë 100.000 palestines në Shqipëri për t'i strehuar. Njerë në Shqipëri nuk do vi asnjë palestines. Nuk do vi. Dhe ata të Partisë Demokratike, njerëzit e ndershëm që janë në Partinë Demokratike, se ka dhe atje njerëz të ndershëm. Shumica janë si këta socialistët e Edi Ramës që vënë i lëpin këpucët e Edi Ramës dhe atje, se vënë pas njëshit të tërë shqiptarët. Kjo është fatkeqësia jonë kombëtare, që në këto parti nuk ka asnjë lloj demokracie, askush nuk flet dot para Sali Berishës. Askush nuk i flet dot atij Edi Ramës. Nuk flasin dot zotëri, kanë ndërtuar një kompani gangsterësh dhe kriminelës që nuk u flet dot kryetarëve. Këta s'kanë demokraci, mos demokraci kini humuri. O demokrat të vdekur e të pambuluar, që oni more vini njërës të ndershme dhe njërës antikomunist në kryet partisë. Që oni more vini njërës që t'i kthejnë pronarve të ligjshëm. Që oni more të kthejnë shqiptarët, djemët dhe vajzat shqiptarët që kanë nikur nga sytë këmbët, nga ky bashkëpunim, po e theksoj, bashkëpunim që bën kryetari juaj, de facto aktualisht akoma, Sali Berisha me Edi Ramën, se e kanë bërë marrëveshjen me kohë që në 2008. Zotëri, a jemi demokraci neve? Presupozohet që jemi demokraci, po pse është hequr e drejta e referendumit? Me ligj. Kush janë këta? Referendumi nuk që i ligj dhe ndalohej në Partinë e Punës. E ndaluan dhe këta. A nuk janë një lloj? Se që duan këta ngjashmërinë me diktaturën e Enverit? Ja, kjo është ajo ngjashmëria dhe veprimtaria. Nuk ka demokraci në Shqipëri. Pik, jemi në diktaturë, të sheqerosur, të mështjellë me një varak ashtu që ndrinë, por në fakt është diktaturë. Ti mendon që s'mund vinë palestinës Shqipëri? Absolutisht nuk do vi. Po kush do e pengojnë qofse Rama arrin marrëveshjen me... Do ngrihen shqiptarët. Do t'i sjellën pastaj ta bëjnë Shqipërinë Palestinë, se shqiptarët nuk i pranojnë ata 100.000 vetë këtu. Harrojeni. Ora shqiptarët vënë deri në një farë vendi, po pastaj kur ngrihen e din vetë ata që bëjnë.